flitet për Arktikun. Pra për herë të parë, shohim që në një marrëveshje për përfundimin e luftës në Europë, bashkohen interesat amerikane dhe ruse për shfrytëzimin e Arktikut. Pra arrim deri në pikën që kërkohet që nëpërmjet kësaj marrëveshje të shkojmë diçka më shumë në raportet amerikano-ruse. Dhe e dyta që është më e rëndësishme në raport me atë çka kishte reportazhi, unë mendoj që europianëve në këtë rast do t'i vinë në ndihmë vetë kushtetuta e Ukrainës. Për kalimin e territoreve nga territori zyrtar i Ukrainës drejt Federatës Ruse do duhet që të bëhet një referendum popullor në Ukrainë, sepse kështu e parashikon kushtetuta. Në gjykimin tim nuk mendoj që do të ketë forcë politike brenda Ukrainës që mund të shkojnë në propozim dhe për të dhënë popullit Ukrainas një propozim të tillë për paqe, i cili në fakt lë jo vetëm 20% të territorit, po edhe 100 ca mijë të vdekur pas ushtarak dhe 10.000 tjerë civil. Në këtë kontekst mendoj që Bashkimi Evropian, nëse ka ende një element që realisht mund të shpresojë që mund të rindryshojë ekuacionin, është pikërisht vetë roli i Ukrainës dhe roli i Zelenskit për pranimin ose jo të këtij dokumenti. Por është parë shumë e rëndësishme themi edhe faktin tjetër që deri tani nga 28 pika kaluam 19 si rezultati i takimit të Gjenevës, por ne nuk e dimë ende se si do shkohet pas takimit nesër të Moskës. A do qëndrojnë 19, a do shkojnë 28 apo do shkojnë 0? Sepse në një ekuacion ku Rusia ka vendosur kërkesa maksimale është shumë vështirë që të biri në një negociat ku të arrihen pjesërisht kërkesat ruse, sepse vetë presidenti i Federatës Ruse bëri me dije para 2 ditësh apo 3 ditësh mos gabojnë Kirgjistan kur tha që ato elementë që nuk do t'i arrijmë dot nga negociatat dhe nga marrëveshja, do vijojnë t'i arrijmë nëpërmjet mjeteve ushtarake. Pra duket qartë që nga ana tjetër ka një lloj vendosmërie për të vendosur në thonjza egun e smur ruse deri në pikën që Rusia të merret zyrtarisht në konsiderat dhe të riangazhohet me sistemin botror, duke përfshirë pjesëmarrjen e saj në G8, traktatet për mos përhapjen e armëve bërthamore, për testet, riangazhimin NATO-Rusi, rifutja aty ku ishte po me terma të tjera, me terma të reja, pra në thonjza në një Jalta 2.0. Pra nëse Rusia do kërkojë të shkojë drejt një Jalta 2.0, është më së qartë që kosto për Ukrainën do jetë edhe më e dhimbshme se sa mund të duket në fazë parë me 28 pika. Dhe këtu flasim, Eugjina, që tek Jalta 2.0 nuk do jetë më Winston Churchill, që ishte edhe përfaqësuesi i Britanisë dhe përfaqësuesi temi i palës fituese nga Europa. Duke si unë në karrige poshtë do të vej këmbën tjetër pra presidenti Trump. Por më bëri përshtypje që tha Glevi që te kushtetuta e Ukrainës. Nga ana tjetër kemi një Zelenski të gërryer çdo ditë për shkak të hetimeve për afera korruptive, antarët e tij, ai që duhet ishte në Florida praktikisht nisur drejt frontit, për këshilltarit e tij kryesor, vetë kuotat e tij janë shumë të ulta dhe ndërkohë një përqindje shumë e madhe e popullit të Ukrainës i cili kërkon përfundjen e konfliktit. Pra temi një referendum i tillë të ishte i rrezikshëm në rast se votohet shumica e ukrainësve do të votonin pro dorëzimit të territoreve në Ukrainës, ky do ishte temi alarmi parë ose sinjali parë i vetë ekzistencës së Ukrainës. Unë do të thoja që vetë momenti politik ku gjendet Zelenski tashmë dhe i gjithë administrata e tij ku kemi dezertime, dorëheqje, por edhe të gjithë aferën korruptive që tashmë është zbuluar mbas një analize dhe investigimi disa mujor nga Amerika, mendoj që fundi politik dhe moral i Zelenskit është më afër dhe kjo do të çojë ndoshta në një përshpejtim të fundit të konfliktit, duke qenë se edhe vetë statistika tregojnë për një rënje të pëlqyeshmërisë apo të mbështetjes së popullit Ukrainas, jo vetëm të vazhdimit të luftës, por edhe të qeverisë dhe të Zelenskit. Nga ana tjetër, nëse do të bëj një analizë le të themi të përbërjes diplomatike të dy negociatorëve si nga ana e Ukrainës dhe nga Rusia, nuk ka një pikë ku mund t'i analizojmë apo ku mund t'i balancojmë këto. Nga një anë kemi figura diplomatike si Lavrovi dhe nga ana tjetër kemi Yermak apo Umerov, të cilët përveç se kanë qenë prodhues filmash apo producent, nuk kanë një dije diplomatike. Ajo që unë do të shtoja më tepër... Ka një kaubojs përpara se amator. Pikërisht. Dhe atemi Lavrov është një kaubojs diplomat, apo pavarësisht se është një shkollë nga Moska. Dhe një qasje klasike. Unë të doja që të shtoja diçka tek inserti për fuqinë ekonomike të Europës apo për perceptimin e euroskeptikëve. Dhe mendoj që Europa nuk ka humbur vetëm Ukrainën apo fytyrën, edhe është në këtë epokën e turpërimit, ndoshta që të shkojnë në disa dekada, por nëse ne përpiqeshim të
përmbanim dhe dekurajonim Rusin, dështuam me sukses, pasi i gjithë rajoni i detit Zi, për shembull, është një rajon vulnerabël tashmë, jo vetëm për NATO, por për gjithë Bashkimin Evropian, ku ajo prezenca ruse, e cila ishte shumë e minimizuar përpara luftës në Ukrainë, tashmë është prezente dhe ka një kontroll më të konsiderueshëm se sa forcat aleate. Dhe nga ana tjetër kemi përballë një Rusi që unë nuk do ta shikoja aq të dobët ekonomikisht, pasi makineria e saj e luftës nuk mbahet vetëm nga lekët e Bashkimit Evropian, por Rusia ka ditur të ndërtoj aleanca, ndërkohë që aleancat e perëndimit po goditeshin nga vetë garantorët. Se folët për detin e Zi, po le të themi aty bazat më të rëndësishme i ka Turqia. Por nga ana tjetër Turqia me mosë mban një raport preferencial diplomatik shumë pozitiv dhe kemi dhe një riforcim të Rusisë për sa kohë kemi parasysh edhe aleancën e BRICS-it për shembull, ku Rusia ka ditur të diversifikojë aleatët, ndërkohë që Europa nuk e ka bërë jo vetëm në diversifikimin e aleatëve, por edhe të burimeve energjetike, apo nuk ka ditur të forcojë sigurinë energjetike të saj, duke kjo shpjegon dhe varësinë e saj nga gazi dhe nafta ruse. Mos u shpërndar edhe në rajonet të tjera. Do të shkojmë një ndërprerje, sepse do flasim pak për ndryshimin e pozicionit të Shqipërisë. Deklarata e Ramës sigurisht nuk është rastishme, por si ka mundësi që një vend që akoma nuk ka hyrë në Bashkimin Evropian, po distancohet që tani për politikës jashtme të tij. Për këtë, menjëherë, pas publicitetit.